Penalti nga litari. Garuesi është i varur në një litar dhe shoqëruesi i tij duhet ta luhas që ta godas topin me këmbë për të shënuar gol. Ndërsa portieri është nga ekipi kundërshtar, gjithashtu i varur në litar, derisa dy shoqëruesit e tij e orientojnë për ta pritur topin. Koha është limituar në 2 minuta. Fiton ekipi që shënon më shumë gola. Kjo lojë vlen 10 pikë. Pra, kjo është ajo loja qysh në fillim që ju prezentova, loja penalti nga litari, gjithçka është gati. Është një lojë shumë e bukur, nga ekipi Lshon Ler Bujari është në litar, i cili do të shutoj penalti, ndërsa Graniti është portieri i ekipit të Vikendit. Në qoftë se jeni gati, mund të fillon edhe countdowni. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisin 2 minutat për ekipin Lshon Ler. Gjuajtja e parë që ndalet nga Graniti, cili me lehtësi është duke ndalur këto goditje të Bujarit, që duhet të jetë më i saktë, shikojeni këtë goditje. Megjithatë, Graniti e pret prap. Edhe njerë Gjuan Bujari që po merr hov në ajër. Shikojeni edhe këtë goditje dhe goli parë për Bujarin. Edhe një tentim nga Bujari, shumë afër. 1 minutë e 30 sekonda dhe në fund. Edhe njerë Gjuan jashtë portës Bujari. Edhe një goditje dhe gol. Goli dytë për ekipin Lshon Ler. Edhe njerë Gjuan ka pritur Graniti, po ja afrohemi 1 minutë e 10 sekondave. Edhe njerë pret portieri njohur Graniti. A ka këshyre me ka më shkan? Minuta e fundit shumë afër, edhe njerë Gjuan Bujari, vetëm 2 gola deri tani. Publiku, ku jeni publiku? Minuta e fundit për Bujarin. Duhet jetë më i vëmendshëm Bujari në tentimet e tija. Dardani duhet t'i ndihmoj. Ja, edhe njerë Gjuan pikërisht e unë vije topi. 40 sekonda për ekipin Lshon Ler që të shënoj. Gjuan edhe njerë dhe shtylla e ka ndarë këtë goditje. 30 sekondat e fundit. Graniti po tregohet shumë i mirë në pritjen e topa, edhe një tentimi huqur nga Bujari. 18 sekonda deri në fund. Çojma do të arritë të shënoj edhe njerë. Po afrohemi të 10 sekondat e fundit. Edhe një gol. 9, 8, 7, 6. Gola për ekipin Lshon Ler. Një lojë shumë e bukur, shumë bukur Bujar. Çështjen e sigurisë e keni 100% të sigurt. Pa marketi është ai që përkujdeset për këtë lojë. Hajde mirë është. Mirë është, gati është, gjithçka është gati. Graniti është gati, Agani gati, Skiftera je gati. Gjithsesi. Publiku është gati, letë filloj gara. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillojnë edhe 2 minutat e ekipit Vikendi. Gjuan për herë të parë. Bra, Agan. Graniti duhet të shënoj 3 herë ose më shumë. Duhet jetë më i saktë Graniti. Për këtë duhet t'i ndihmoj Arianiti nga prapa. Gjuan edhe njerë ka pritur Agani në portën e ekipit Lshon Ler, shumë afër golit të parë. 1 minutë e 35 sekonda. Goli i parë për ekipin e Vikendit. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Edhe 2 herë duhet të shënoj për ta barazuar rezultatin. Edhe 2 herë për Granitin. Arianit drejt. Blerta duhet ja vendos topat nga ana e djathtë. Leje Arianit. 1 minutë e 15, Gjuan edhe njerë dhe ka pritur Agani. 3-1 deri tani. Po ja afrohemi minutës së fundit. Gianluigi Buffon. Po e pengojnë topat. Minuta e fundit për Granitin që duhet t'i shënoj edhe 2 gola së paku. Shumë afër për të e shënuar dhe golin e dytë. Ja dhe një tentim dhe gol. 3-2 për ekipin Lshon Ler. Dhe 3-3.
Agan. Para thot rezultati, Oj, blir. 40 sekonda tërë në fund, edhe një goli nevojitet ekipit Vikendi. Levezni. Graniti duhet të shënoj edhe njerë. Publiku, ku jemi publiku? 30 sekondat e fundit, gjuan edhe njerë dhe ka Hajde, pritur. blir, ta. Agani pret Arenit. 20 sekonda, gjuan edhe njerë, ka pritur. Bujar, rikot shënej. 18 sekondat e fundit. Edhe disa tentime kanë betur për Granitin që të shënoj. 10, 9, 8, stop! Blir, ta. Amater. Një lojë shumë e bukur, rezultati i barabartë. 3-3. Duhet të ndajmë pikë për dy ekipet. Granit, shumë bukur. Kjo lojë do me thonë me që me të mbaras, le të ndajmë pikë. 5-5, ha? 5-5.